historia që e kemi sonte është tepër frymëzuese. Ndoshta kemi më dëgju shpesh të e thonë këtë fjalin tepër frymëzuese, po historitë këtilla unë kom qef edhe kom shumë pasion mi ndo me juve. Është një qendër e edukimit alternativ, e cila është kriju tash sa vite në Kosovë, edhe që ka për qëllim me i ndihmu fëmijët, me e rrit aftësitë e veta, kryesisht në lanë shkencore, për detaje tjera ka me na fol vetë drejtoresha e kësaj qendre, cilën e kom pas fatin me pas edhe shoqe, që sa vite, janë një pasionin, janë një ëndrën që e ka pas për ndërtimin e kësaj qendre, ndaj jom dyfish e lumtur me nda këtë histori suksesi me krejt juve. Rëzarta Roma, ose Rëzarta Roma Tahiri. Të ndala me mendu të jamrin e dytë, mos më najtë nodi. E kemi shtu edhe në Rëzarta Roma Tahirit, drejtoresha e alfabeti shkencor, mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi me i nda realizimin e ëndrave bashkë me ty. Rëzart, shumë faleminderit sa më që je këto, edhe faleminderit që e ki ndërtu një histori cilën seriozisht, unë kom shumë qef me nda me njerëz, edhe për te këti podcasti, edhe për cilën shumë njerëz e din. Alfabeti shkencor me qendër në Vushtre edhe shumë shpejt në qytetet të tjera. Qysh ka fillu? Tregona mas parit për konceptin, edhe për idenë, edhe për ëndrën, të cilën e di që sa vite që e ki pas, pavarësisht që ki pas edhe periudha kur ke punu diçka tjetër, e di që gjithmonë në këtu pjesën mrapat, mendjes tone, e ki pas si plan që një ditë keme kriju diçka për fëmijët edhe kemi jau lecu aty në jetën. Po janë nisi shkurt me mundu me përmblesë, është histori këgja e gjatë, se po që dekada që punojmë që të punë, është punë që mu më frymëzon shumë. Më frymëzon me punu çdo ditë rezultatit kur i shoh te fëmijët, që mu më jap shumë kënaqësi për te sfidave që janë të përditshme. Fillimisht u kon si qendra Alfa Mpej në vitin 2010. Mandej kemi kalu në Prishtinë, kemi punu si part-time, edhe punë tjera se të njëjtën kohë dhe periudha studimeve. Kështu që duke vazhdu, e kemi ndryshu edhe emrin, e kemi bu si alfabeti shkencor. Në kuadër të kësaj, na u ka dok që është ma i përshtatshëm për njohuritë që na i shpërndajmë me fëmijë dhe për atë bazën që duhet me pas fëmijët për shkenca, që ju mungon këgja si shumë. Fillimisht ka qenë mësim klasik me një shkronjës me një tabel. Tu e pa që periudha që na jemi rritë dhe periudha që rritën fëmijët tash ka dallon shumë. Në këtë aspekt u dasht edhe une, së bashku me motrën, me ndjek trajnime të ndryshme që më ju përshtat fëmijëve edhe aty në më u bë më atlet, me i kuptu njësitë mësimore edhe shkatësitë e tyne me i zhvillu sa ma shumë. Me gjetë ata veten edhe pse jo me gjetë ëndrën e vetë, sa ma herë që është e mundur, aq ma e lehtë është për ta. Kemi pas shumë suksese, më me thonë që 90% e fëmijëve që veç kanë ardhur vazhdojnë me qenë tutje në zonat tonë. Kemi falënderimet shumëta prej prindërve, gjë që na motivon jashtëzakonisht shumë me punu. Do të thonë është një rrugtim me dekada, një dekadë e gjys veç është aktualisht. Ky rrugtim është i gjatë. E në anën tjetër mu që kam ka fansionu gjithmonë, është që sa jom taku me ty gjithmonë ki tregu për një trajnim që pendjek te, jo në aspekt profesional, se ti edhe inxhinieri me profesion edhe nuk i pas nevoj me marrë trajnime qasaj fushë, po në aspekt të qysh me komuniku me fëmijët, qysh me njoft ata ma herët talentin e vetë, se cilën herë që najnë ataku, ti ki folë për një aftësi të ande tre, që ki me zhvillu, ashtu që pastaj me një mut fëmijëve që sa ma let mi përthith krejt çka duhet, dhe sa ma shumë me mri me pas rezultate. Që kjo është shumë pasionuese që është jasë nuk pendal, realisht nuk pendal, një tash si ekip, rritjen tuj mas pare, se e dini që një farë formë është vetë mja formë për me rrita ma rezultatin. Qysh ka shku procesi? Sa e një të knaqër me rezultatin? Me rezultatet, normalisht që synojmë çdo herë mirë e ma mirë, edhe ëndra shkon të u rrit, asnjëherë të u zvoglu dhe asnjëherë mos të qenë të knaqur. Kjo për faktin se trajnimet njëkin të ndryshme, qoftë në Kosovë, në Shqipëri, në rajon e me gjërë, aty ku na e shohim që ai trajnim mundet me sjell teknika të reja, si edukim
alternativë që na aplikojmë, kryesisht punojmë me metodën e NLP-s, është metodë që bazohet në vizualizim audio dhe mësim kinestetik. Mësimi kinestetik rezulton jashtëzakonisht me shumë sukses të gjithë fëmijët, pa dashur me veçuar ndonjërin prej tyre. Dhe pjesa e fizikës, kimisë dhe matematikës, pjesa eksperimentale e bën ato që mu dallu edhe fëmijët përmes këtyre me i shfrytzu shkatësitë dhe njohuritë që i marrin, mandej edhe në jetën e tyre të përgjithshme. Qoftë ka gjinshmëria, qoftë edhe në raport me bullizimet, që po ndodhen jashtëzakonisht shumë nëpër shkolla, që janë temase evidente, kështu që jemi profesionalizu, në këtë pikë vazhdojmë me ndjek që shërbimi jonë me konë sa ma profesionist, edhe na duhet me qenë tonë kohën hap, me fëmijët që po zhvillohen me njohuri të reja, edhe na me qenë hap që mja udhon aty në ato për cilën ata ka nevojë. Nuk është thjesht mësim, nuk mundet me funksionu, mësimi që ka qenë ma herët i viteve tona, qoftë edhe pse nuk kam shumë vjatë, në tabele me marrë me zgjidh, me t'i dhonë udhëzimet. Duhet me gjetë, përse secili fëmijë është unik. Do e pas parasysh se secili fëmijë, secili njeri e ka fingerprint, po thëmë, shanjën e gishtit ndryshe, atër edhe secili fëmijë e do një metodologji ndryshe. Ajo që na aplikojmë të alfabeti shkencor është kemi mësim gjysmë individual dhe individual. Do me thonë forma grupore është pothuajse thirremi në formë grupore, por që për secilin fëmijë është një plan individual, bashkarisht me prindrit, varësisht që janë edhe kërkesat e prindit, në cilën fushë do në më zhvillu ma shumë, po që rezulton me shumë sukses. A që po më pasionon më shumë, se është një farë kohë që tash, që në rregull, kompjuterika, programimi, krejt janë të kohës, edhe krejt pedina që ato i duhen fëmijëve, po nuk është vesh çajo. Edhe po më duket ka njerëz si prind, që shumë jena fokusu, që mos milion fëmijët me na met pa mësu programimin edhe gjuhën angleze, që po harrojmë sa shumë elemente tjera ka që ndikojnë në formimin e tij të përgjithshëm si individ mas parit, edhe që nuk janë krejt fëmijët bre që e kanë pasion nesër me qenë programer, ndoshta neve na ka pëlqyer gjeneratës tonë të prindërve se e kena pa që prej gjeneratës tonë, kush e ka pas fatin me qenë programer, i ka pas kushtet më mirë financiarisht se një me ka pas më shumë mundësi. Po në këtë kohë na duhet me pranu që nëse një fëmijë nuk e ka thirrje, nuk e ka pasion që ato, ti investo sa të dush, nuk është ajo e vetë, ti nuk mundesh me zër, nuk mund ta shkrit fëmijët programera mi. Këtu kisha mujt mu lidh shumë mirë se nuk mundet me mësu asnjë profesion tjetër, asnjë fëmijë, nëse lexim kuptimin nuk e ka të mirë. Do me thonë, nëse fëmija lexon në formë mekanike dhe nuk e kupton ato që ka ashtu e lexu, ati kanë mi u përcjell, pavarësisht edhe nëse don mu bu programer, nuk mundet me qenë programer i mirë. Dhe kjo është ajo pse na kemi thonë alfabeti shkencor, sikur alfabeti i gjuhës. Pa e mësu shkronjat nuk mundesh ti me mësu gjuhën. Programi i leximit fotoakustik është një mundësi jashtëzakonisht e madhe. Kush mundet mu qas këtu janë? Normalisht programi është i ndërtuar për klasat prej 1 deri në klasën e 5. Po për ata nxënës që ju ka ik hapi dhe kanë këtë problem, ma mirë është me ju nënshtru këtij programi, se sa me vazhdu dhe me lojnë pjesën tjetës me kalu pa ditë me kuptu mirë, ato që ka vetë e lexojnë. Prej kësaj që e spjegove deri qtash, unë s'kom dëgju diçka të ngjashme në vendin tonë. Nuk e dia ka, po është program unik në përgjithësi. Është unik në rajon. Program unik, një farë baze që duhet me kalu, në për cilën duhet me kalu fëmija para se me gjeta thirrjen e vet, që ato që thash më herët jo që ka diçka kundër programimit ose mësimit gjuhës angleze, ato janë aftësi që normalisht janë të kohës, po që para se me mrit ajo që me kuptua është sinqerisht ajo për çka fëmia ka më shumë prirje, me kalu ka kjo pjesë e rrugtimit do ta marr me definu veten, me një veten dhe çato zbrastit që i ka me i mush. Tu qenë rrugtim që kaq unik, tregom sa je ki hasë në dyshimet e njerëz kur ki dash me fillu. Dyshimet ju konë shumë ta prej krejt njerëzve. Do më thonë mos besu se në është ta, qysh po do me ha fillimisht një qendër tillë, më Vushtre. Vushtre një qytet i vogël, unë e pa të njohur tjerë për rreth, do më thonë pa një rreth shoqëror, po thuj se shumë i vogël. Ti nuse. Nuse Vushtre. Specifikisht nuse e Vushtres, Rezorta. Qysh po do me ha. E lindur e rritur në Dugagjen, një kohë gjatë në Prishtinë, nuse në Vushtre, edhe nusja ardhë me koncepte të reja. Mja sjell qytetin një farë plani të ri, i cili po kthehemi për fillimi u duk pak i çuditshëm të njerëz. Ata po thonë të përkroja, atë kanë thonë njerëzit, hey, kanë qenë skeptik. Po na dikon me rrogë,
mos bën kësi ëndra të Unë e kom provu punën me rrokë, kom pas punë të mira që janë pagu Po, mirë, e di, po për në atë anën po them. tjetër shpirtnisht nuk më kam përmbush. Mendoj që kom lind për diçka tjetër dhe muj me dhanë ma shumë. Ajo që muj me dhanë ma shumë është e pjesa e fëmijëve se përcillet. Mu është si punë se pavarësisht lodhjes madhe dhe 2 fëmijë të vegjël që janë në shtëpi, motivon kjo që po më rri me bo një diçka të mirë për rrethin e vogël aty ku rri. Aq sa ka mundësi. Fillimisht mos dalim prej pyetjes, a kanë qenë përkras, rrethi nuk është që më kanë pengu, po prej asaj që Vushtria një qytet i vogël, sa muj me pas, sa mëret me pas kërkesë, sa muj në përkra rrethi, nuk është që nështë ta nuk kam besu në aftësitë e mia, po sa do zbatohet ëndra jam, nëse është Prishtina, për shembull kishin ma ndryshe, se është një frym tjetër, po për Vushtri kanë qenë skeptik. Po kështu si person, nëse unë e kam diçka në mendjen teme dhe mendoj që muj me më rriq ato, e shoh, nuk është që ka ndiku, normal, na njerëz jam edhe ndikohemi, ka ndiku me një formë që jo me ndalë prej asaj që unë du me punu në realizimin e ëndrës tam, po me pas pak vështërsi. Kështu që kom punu, nuk kom dasht me bind kërkon me fjalë ose me i thonë kështu, thjesht kom dasht me lonë që puna me fol vetë. Edhe tash mas 3 vjetë që na veç punojmë në Vushtri, jemi një qendër shumë mirë, me thonë, e konsolidume, qoftë me numrin e mësimdhansve, qoftë me partner që i kemi do me thonë me prindrit, me nxansit, është arrit një farë besimi që këtë vit jemi zgjeru edhe në Prishtinë, normal që është e vështirë me u menaxhu të 2 pjesë, po jam të ajo që nëse don me mbërrit diçka, nëse na kemi lobu shumë për mbushtrim me na njoft tjertë çfarë lloj shërbimit e japim, është gjuna me thonë me i privu edhe tjertë me marë këtë lloj të mësimit, që është më shumë se shumë i nevojshëm. Do të thonë edukimi alternativ, unë mendoj që është zgjidhja për fëmijët që janë të kësaj gjenerate. Sidomos në këtë kohë kur janë super të stimuluar prej teknologjisë, e kanë problem koncentrimin, kanë problem fokusin, për shkak se pedina krejt teknologjia sa shumë po ndikon, po jena pak shumicat pa fuqishëm mi mbajt larg komplet, e në anën tjetër pastaj kur ju duhet për një me fokus në diçka, po e kanë shumë as fiduese pastaj me mësu diçka, qoftë një anë me mësu, po në anën tjetër hala mas fiduese që e cek edhe ti, me ditë kuptimin asaj që apo lexojnë ose çka po e thonë. Çka dojnë, po me njoft vetëm pak më shumë te ajo që punojmë është me mësu fëmijët, me dasht veten fillimisht, sa ata edhe mësimin edhe gjithçka tjetër që e bojnë, nuk e bojnë për prindrit, e bojnë për veten. Do të thonë fillimisht është me mu mundu, normal që është fazë shumë e vogël, po me tentu që ata me i bind që mësimi është për veti. Dhe nëse ata mrin me u realizu një jetë, fillimisht realizohen për veten e vetë. Pastaj është plus për çdo rreth tjetër që është afër tyne. Normalisht që për prindrit është krenari shumë e madhe me mrim me pa një fëmijë të realizuar, qoftë në aspekt të shkollës, të mësimeve, po edhe në anën tjetër të plotësuar shpirtërisht. Me thonë që nuk jemi pra asaj që secili fëmijë duhet një pas krejt peshe, sepse nëse më rrin me i pas krejt peshe, ka mu privu shumë ka pjesa sociale, që në periudhë të adoleshencës po ju ndikon jashtëzakonisht shumë, kështu që me gjetë fëmija për ato që është, edhe atë pjesë me zhvillu ma shumë. Nëse është në aspekt shkencor, ju jep prioritet pjesës shkencave dhe pjesën tjetër në malë që në gjuhë shqipe ti duhesh me mësu, po që mos me kon fokusi kryesor edhe në lanë tjera, sepse ata nëse shpërqendrohen gjitha lanë, është e pamundur për një fëmijë me rezultu me shumë sukses në gjitha sferat. Kështu që ka prej atyne fëmijëve që Zoti ja ka dhënë, e kanë dhuntit lindur që mujnë me qenë të përgjithshëm për gjithçka, po ai numër është i rrallë. Na kryesisht punojmë për pjesën edhe ose shtresën mesatare që duhet me punu për me mbrejni diçka, edhe me kriju vetë disiplinë të fëmija. Do të thonë ju përgatitim një orar, bashkëpunim, atë pjesë orarit e japim edhe të prindrit, se qysh mi përcjell fëmijë që me bo një rutinë, edhe për ata me qenë ma e lehtë, po në anën tjetër rezultati është më i mirë.
më i mirë edhe është më i kënaqshëm, normalisht edhe për fëmijët edhe Sa do që e di që ti ke shumë pasion me fol për fëmijët, që po shihet. Edhe për qendrën, edhe për ndikimin, unë prapë do më kthy të koha kur e ke nis biznesin, për arsye se unë shumë pretendoj që përmes kësaj bisede me dëgju dikush që ka nevojë me dëgju. Edhe sidomos nusët të qyteteve të vogla, masive që përmendëm nusët, jo vetëm nusët, po edhe qikat, ose njerëz se për çfarë do arsye kanë ndru qytetin, edhe nuk jetojnë në Prishtinë. Se unë e di te për përvojës tem sa shumë është ky stereotipi, jo se Prishtina, po Kosova nuk është vetëm Prishtina. Kosova i ka edhe shtetet e tjera, e ka edhe Mitrovicën, edhe Gjilonin, edhe Perën, edhe krejt. Edhe në çdo qytet ka qika, ka gra që kanë ëndra dhe dojnë me kriju diçka që si në rastin tënd është e rrallë. Ose edhe mos qoftë kaq e rrallë, është diçka unike e cila e përmbush një person caktuar. Kështu që cila ka qenë menon ti sfida më e madhe kur e ki hap qendrën? A ka qenë ballafaqimi me fatin që shumë pak njerëz kanë besu? A ka qenë a ki pas dyshime edhe vet? Sa është e vështirë me te kalu çat fazën e fillimit, edhe me thonë unë kom i qëndru mbrapa qësaj edhe kom e punu në mënyrë të vazhdueshme derisa të arrijë qëllimin. Nëse kam ndaj siklet diçka, e angazhoj veten edhe me diçka tjetër, që mos me pas shumë kohë me mendu. E dita se çfarë ke pas kështu që nëse kom pas problemin, për shembull, në Vushtrë ka qenë problem pak çështja me gjet një vend të përshtatshëm, një lokal të përshtatshëm me qira. Kështu që na ka dashur me ulumtu me konveni përshtatshëm edhe për nxënësat se ka hapësira të ndryshme, po që ajo që neve na ka dashur me kon më adekuate ka qenë kogja sfiduese. Mandej edhe çështja se qendrën kemi dashur me ndërtu me motrën vet, me kon diçka e jona. Që nesër mas nesri nëse na ja u tregojmë fëmijëve ton historinë, me di që e kemi I falenderojmë shumë edhe familjarët, njerëzit që na kanë mbështetur padyshim. Po kryesisht jemi kon pa krenare që me bo vet. Për çdo shpesh nuk flasim rrezart. Për çdo nuk flasim shpesh. Na njerëz flasim për ëndra, po për shembull nuk flasim shpesh për fakt që ty duhesh me dal me lyp lokalin me qira, me dal me vendos internetin, me ble karrikat, me qit reklamat, me hap faqen Facebook, me promovu, me dal me fol me nxënëse për shkolla në rastin e juaj që e di që një kohë gjatë e keni bë me tregu programin. Metoda që janë hapa të vegjël, të cilët ti duhet mi marrë në baza ditore. Edhe nëse ti ke bu, nëse na I kena bu fletushkat, dhe ja kena dhënë dikuj e kena pagu me i shpërnda, nuk I ka shpërnda, ndoshta u shku edhe veç I ka gjyq aty, po që neve na ka thonë e kena kryj punën. Domethënë nuk kemi mujt me ja besu dikuj tjetër qasjen ose prezantimin e qendrës tonë. Normalisht ka qenë me sponsor paka shumë në te klientela e parë, po flas ata të nxënësat e parë, të cilët kanë ardhur, se mandej nuk është që kemi investuar shumë këtë pjesë, se marketingu më I mirë mendoj që është puna fol vet. Nëse ka qenë një fëmijë I kënaqur, ai ka sjellë edhe dikon tjetër, ose edhe bashkëpunimi edhe me mësuesit, në këtë rast që I falenderoj shumë, domethënë kemi pas përkraje për I tyne. Për shkak mendoj që të punës së ndarshme që na jemi mundu edhe mundohemi vazhdimisht me bo me fëmijë, pa e kursy veten. Kështu që ka qenë sfiduese pjesa, edhe gjithmonë ato fitimet që na I kem pas fillimisht që kon të vogla, gjithmonë kanë qenë nëse na kemi fitu, këtë muj pak ma shumë, thom 80% e buxhetit ka qenë përveç qiras shpenzimeve tjera që janë, domethënë me ble, pajisje tjera, që me bo diçka një risi, eksperimente të reja, edhe me shku tu përmirësu. Kështu që kjo vazhdon edhe tash e tutje, domethënë pajisje gjatë gjithë kohës shkojmë duke I specializu, duke I pas sa më të mira. Prej pasqyrave, fthjerave, mikroskop, teleskop e tjera. Do të thonë fillimisht I kemi pas ma të vogla, sa me ditë se qysh doken dhe qysh funksionojnë, që mi prezentu të fëmijët, me I pa dhe ata vetë, tash jemi të kënaqura që kemi mri me pajis qendrën, me pajiset që e meritojnë nxënësat me I pa. Që kjo ma kujtove unë kur e kom fillu urën digjitale, agjenci për marketing digital, është një anë je shumë entuziazmu me sa herë blen diçka të re, shembull tavolinat, laptop, aparat në rastin tem. Investimet kësaj natyre tash, secili biznes I ka specifikat e veta. Një anë je shumë entuziazmu me që po investon edhe po e ndërton një farë baze dhe ndihesh mirë, po në anën tjetër ka momente që një farë dhimbje, se ndoshta një dëshirë që ja kishe plotsu vetës, në qoftë se kishe qenë dika të punu me rrogë,
e kështë di që vjen data nea, pesa, kur e me rrugën, edhe ki pare. E në anën tjetër të bizneset, që kjo është temë që shpesh nuk flitet, me thonë ti punon shumë, do shta 2 fesh punon, e mundohu shumë, e punon prej shtëpis, edhe vjen fundi mujit, edhe ti ki pagesa, stofi, dikon një punëtor nëse e ki është sfiduse për ty në fillim, pajisje, diçka tre me investu, qiroja, reklamat, edhe shet që në qofë se më rinë ti mi balancu, krejt mi balazu, ti e lumë të rje, apo që sëmbet tani pages, nështë ta me ble për vetin, diçka, hiç nuk shqetësohesh në fillim, po kjo e mira është që, po du me thonë që duhet këgja me besu në diçka, që mi thonë vetit nuk ka lidhje, se vitin tjetër, e di që kom e marë, edhe mundin e këti viti kom e marë vitin tjetër, se jom të dhonë prej shpirtit për qëtë biznes, edhe nuk ka qare pa u shpagu. Po që kjo është pika ku shumë njerëz dorëzohen, kjo edhe pse ndoshta ndodhe dhe familjet nuk është fillojnë me pas atë mosbesimin e vetë se mendojnë që menjëherë duhet më monetizu ëndra, e duhet një farë dëshire willpower, që thojnë amerikanë, një dëshirë shumë e fort, një vullnet i hekur, i çelekt, që ti mi thonë vetit ndoshta një vjet s'ko me mu kompenzu kur gjë, po e di, ko me qëndru, se e di që vitin tjetër ko me marë edhe ko me pas mundësi me pagu një farfor me vetën. Qysh ki qëndru ti në këtë periudën e parë? Na gjithë shka, dhe më thonë, asë që ka ardhë në konsiderim e bledi shka për veti, për shambull, krejtë edhe nështë ato bakshishet që i ke marë, gjithmonë ka qenë ke pas vendin me bleni diçka tjetër, ose me kryna i trajnim tjetër, që të trajnimet janë ko gjatë kushtueshme. Dhe më thamë pjesën fokusin kryesor që na e kena pas, ka qenë me u pajis, dhe më thamë me marë teknikat reja, dhe teknikat e reja, qoftë trajnime online, qoftë fizik, dhe më thonë për me shku, o dasht me konë është një kosta, në anën tjetër edhe trajnimi si trajnim, kam pas kostën e caktume, po na e kemi zgjedhë këtë pjesë sepse e kemi ditë që në qëtë formë mujmë me bo diferencen me qendrat tjera për llojin e shërbimit që na japim edhe për nevojën cilën e kanë nxënësat, ose me thonë tregu nëse tash i referohemi si biznes. Edhe një këshill që dashta me thonë për prindrit është mos mi ngarku fëmijët tej mase. Nuk mundet një fëmijë me qenë me shku në kurs anglisht, kurs programim, kurs matematik, me shku në sport, me shku në muzik. Dhe më thonë, veç koha që i vyn fëmis me mendu, për me shku, edhe kur shkuan, edhe lodhen që e merë, ati nuk kam i met energji, edhe nëse cilën, dhe më thonë, mundet me qenë një muj, 2, 3, që aj mundet me pas, ndoshta entuziazëm. Ma ndë i shkon bjan, edhe kryesisht është fazat e para, për shembull prej një dim pasë duket interesant që po shkojnë dikon, më ju kallëzu shokëve ose edhe familjarëve, më krenu, po sa ka produktivitet prej atyne vjushmërive, atëherë po lënë shumë për të dëshiruar, që është fjala mbi ngarkesës madhe, po tërhiqen komplet. Qitali është ta me thonë se ajo dëmton të asaj edhe vetë vlerësimin që kjo, se fëmija nëse provon, edhe i rritur, i lema fëmija, po fëmija specifikisht nëse i provon 5 gjona 3 për një herë, ajo ka të pa mundur me pas sukses, as nuk e ndjen knaqësinë se cilës, jo nuk e ndjen knaqësinë, normalisht duhet me ndjen se cilës. Ta marrim sikur i ki 5 ëmbëlsira dhe të pëlqejnë pasat, i marri provon se cilë, asnjëri nuk mundesh me përfundu, dhe nëse të pyet cila ka qenë më e mirë se cila shije, nuk mundesh me definu saktësisht për faktin që ju përzi shijet, edhe aty përzihen kënaqësitë, edhe te fëmia, përzihet gjendja, ngarkohet gjendja emocionale, është tani kurs nuk i pëlqen shumë ose një aktivitet, po i pëlqen shoqja, shkon për shkak të shoqes, dikun tjetër, po është në ngarkesë që ata rezulton me mos sukses. Po edhe pastaj për dëmtim të vlerësimit vetës. Mandej kur shkon dikun tjetër, po bjen vetë vlerësimi, kur bjen vetë vlerësimi është problem shumë i madh, me thonë më i madh i mundshëm, se nëse një fëmijë nuk ka vullnet dhe nuk e vlerëson veten, në të aspektet bjen. Do me thonë shfaqen probleme tjera sociale që mësimi mbetet e fundit, po thujse. Po a mundet më mri, ajo që na jemi unike është me trajnerja edukative që punon, nëse na mrim me arrit fëmis një motiv, atë motiv e mbajmë. Se motivi fëmis është suksesi në shkollë. Dhe nëse na japim për kraje, na jemi ngrit në shkollë, ngritet shumë shpejt, e mban motivin. Dhe automatikisht i rritet vetë vlerësimi. Kur i rritet vetë vlerësimi, vazhdon me të njëjtin ritëm, ose ndonjëherë me pak ngritje, pak ulje, po vazhdon, do më thonë, rën, është i qëndrueshëm edhe kështu, do më thonë, më rrin me kohën i suksesshëm ose i kompletum
Mënyra që po fol me pasion për ndryshimin, që kjo është krejt çka na duhet, po mendoj me pas sukses në çfarë do sfere. Pa mri bile edhe një herë bashkë patëm diskutu që nëse gjejna diçka për cilën je në gjendje me fol për orët tona, pa u lodh edhe me pa ndryshimin ose me pa realizimin me sy të zemrës. Hala pa mri tamam me qenë i prekshëm, që ajo është e jotja dhe që ata do të me ndjek. Na si fëmijë, ndoshta pse na kanë gjenerat e rritur e mas luftës, ku ka qenë mbijetesa shumë e rëndësishme dhe problemet financiare kanë qenë shumë përgjithësi më mëdha, nuk ka qenë rahatia si sot, nuk kena pas ndoshta luksin më fokusu te emocionalja, po në anën tjetër nuk kena pas as kaq shumë shpërqendrime si teknologjia, probleme tjera dhe kena gjetë një farë tu shku tu pa tu boj kena gjetë rrugën tonë po në një formë krejt tjetër për kësaj gjenerate. Tash, që është thënë ti kjo gjenerat po rritet krejt ndryshe, edhe për shta që kjo metode edukimit alternativ është jo nevojshme po e domosdoshme. Për ty krejt që të ëndër e ki ndërtu në kohën kur je bo non. Me thani, një qytet pa njohur, në qytet ku se ke njoft asnjë person, po burrit, edhe familjes së burrit. Edhe ku s'ke qenë, zdia ke qenë ma herët, edhe në Mitrovicë dhe ti më vështre. Zdia kemi ardhur ma herët. Për punë, veç për punë. Do të thonë herën e parë që kemi ardhur ka qenë kur na njoftu me këto familje tona të reja. Kështu që marr një qytet të ri, me fillu një biznes të ri, i cili para se gjithashtu është edhe i veçantë, me u bo nanë e 2 fëmijëve shumë shpejt, se fëmijët e tu kanë shumë pak diferencë në moshë, edhe besoj që ka pas kogja lodhje edhe shumë net pa gjumën krejt këtë proces për cilin ti sot po flet. Çka kujton prej kohës kur fëmijët kanë kajt natën e ti e zgjut me ngjas se kish përnda reklama ose ti dhon mësim. Jo që më zgju, po s'kom flet ishte. Po dhe s'ki pas nevojë më zgju. Periudha ka qenë shumë e vështirë, po në anën tjetër falenderoj shumë Vjerën që më ka ndihmu, zonjën Dritë që më ka ndihmu shumë e fëmijët, do me thonë nëse unë i kumlon ata në shtëpi, kum di që janë shumë rahat dhe kanë dashni ma shumë se sa edhe unë është ta që ju jap, në gjitha aspektet, kujdesit, do me thonë e di që e kum pas këtë mbështetje jashtëzakonisht madhe, edhe kum punu lirshëm. Kjo ka qenë mbështetje shumë e madhe për mua, se për ndryshe nuk besoj që kisha më të mirë që e ceke, se mu nuk më pëlqen ky koncepti super grave edhe e kum ceke edhe 2 herë bile bashkë në çdo biseda që thojnë kur do një adel. Në rregull është kur do një adel, po është problemi a dal nëse nuk i përkraje. Nëse fëmia ka temperaturë dhe koha kur unë e kom lënë vajzën ka qenë 6 muaj diçka. Do të thonë ka qenë puna part time, po sidoq që jetë i ka ra me ndajt edhe pa mu. Është periudhë e vështirë. Mandej ma vonë, mbasi që i ka bo 1 vjet, po unë e kum pas fatin me pas këtë mbështetje. Kështu që nëse dikush nuk e ka fatin, mund të më shtyjë edhe 6 muaj, po jo me hek dorë prej krejt kësaj. Normalisht janë kopshti shumë lehtësim për mua, tash, po për pjesën e parë edhe tash, nëse ata nuk ndihen mirë ose diçka, kanë një vend ku mendajt, kanë dashurinë e gjyshëve, dhe kujdesin, po kjo ka qenë lehtësimi më i madh, më thonë për mua dhe masi e kom pasur në këtë ngushëllim, nuk i kom dhënë vetës hapësirë me u marrë shumë me gjendjen time, qoftë lodhjes fizike ose lodhjes emocionale ose ngarkesës që e kom pas. Në anën tjetër, kur ka pas rezultate të mira në punë, ato më kanë motivuar dhe më kanë bërë ndoshta me 2 orë gjumë, 22 orë tjera me kohën aktive, po thuj se të në kohën. E në këtë rukëtim, a ki pas faza kur i ki thonë, a ka pas ndoshta në moment kur i ki thonë vetës, e pata një punë të mirë, e pata një rrugë të mirë kesh, qka më desh që i hina kësa rrugë? Jo, unë se kom pas, nana em ka njerë thëjke, pse po merësh, sa shumë po lodhësh, po hek edhe në fundit, nuk është që po ja vlen me punu qa shumë, po ka qenë, unë sa do që e kom nane dhe respektoj, po nane tjetër nuk më ka përmbush, dhe ja kom sharu, mu më përmbush diçka tjetër, dhe qarë që mu më përmbush, më ka dhonë motiv me punu, nështë me thonë, ka njëherë jashtë njerëzore, se nëse jetu punu dikon, e merë një rrugë të mirë, me thonë, po në anën tjetër, varet krejt, kjo ka të bëj shumë me pjesën personale, sa kërkon njeri prej vetës edhe me qka knaqet. Kështu që unë jom nisë gjithmonë që të parem, edhe që kjo më ka bo, edhe qoftë nëse ka pas kritika ose prej dikuj tjetër që veç po punon katë, po ja nisë, atë s'ki me shku kërkon, veç që të hubë ko katë, prap unë e kom besu që ata edhe jom shku të e kompletu veten për me mbri këtu ku jemi. Te kjo gjenerata e re, se cilën
përmes juve janë të rritë dhe janë të formësu në këtë formë, është fat i madh, definitivisht. Po kjo gjenerata e vajzave, ndoshta edhe të grave ose të moshës tonë, edhe ma të reja se na, unë e gjithmonë menoj që mënyra ma e mirë për me mri me ndërtu diçka është me unis të pas frikë. Në qoftë se nuk mundesh me marrë një lokal, se dikush mundet me thonë, po unë nuk kam hapësirë, ose jetoj pak ma larg, ose nuk kam mundësi, ose s'kam financa, ose diçka tillë, në qoftë se s'mundesh mundesh me hap një faqe rrjete sociale, mundesh me kry një trajnim, mundesh me hap një profil në LinkedIn në cilin ti kallëzon edhe i shpalos aftësitë tua, mundesh me hi online edhe me lyp gratë të cilat motivojnë edhe t'inspirojnë edhe i tregojnë rrugtimet e tyne, më ju shkru, më ju kërku ndihmë, me ndjek një metodë. Që kjo, ideja bazë është me fillu të ndi frikë edhe mos me prit mu pjek kushtet. Jo, duhet me bind veten që nuk je vetmja që je të bu diçka ndryshe. Po, definitivisht. Domethënë nuk ke shpik diçka. Nuk kemi shpik asnjë, thjesht don me bëu një lloj të punës, edhe ajo çka unë gjithmonë e japim si këshill është që me luftu, me gjet veten në ato që ti je më e mira. Dhe në atë pjesën ku ti je më e mirë, ato me kthy në profesion. Edhe puna mandej nuk është aq e lashme sa çdo punë tjetër. Në qoftë se e ki gjetë thirrjen tone, unë mendoj që të vjen natyrshëm hulumtimi, të vjen natyrshëm përpjekja, sa ajo të përmbush tani të kënaq edhe procesi, nuk është që e shet ti ditën e hanë, si më thonë, sot kam shku në punë. Po ka njerë vikende kur ti je në proces të mësumit diçka e tre, ose ki mu taku me një klient të ri, ose një nxënës të ri të rastet, ose e ki mri një sukses caktum që ti me padurim pret me shku edhe me fillu punën. Për me pas sukses është vështirë. Domethënë ka sfida, po që nëse punon, mundesh mi dalë. Një këshill që ja kishte dhënë një vajzës e cila hajde ta zom skenarin që mu është më i shpeshti te na. Ndoshta jo më i shpeshti, po që mu prezantohet shpesh edhe rrjetet sociale në Instagram. Është një vajzë e diplomume, që ka aplikuar në disa vende të punës, nuk është punësu, ka fillu me u dëshpëru dhe prej vendit, edhe prej mundësive, nuk e din çka don, i ka humb orientime, nuk po flas për fëmijët, po flas për vajzat edhe gratë, gjeneratës tonë, pak më të reja, pak më vjetra, nuk është për rëndësi, po për dikon që e din thellë në shpirt, që nuk është që kjo jeta që po don me jetu, po nuk po din kam me fillu. Çka i kishë rekomandu? Pak prej asaj që e ke mësu prej trajnimeve tua, s'po dia aplikohet diçka dhe të triturit, ose prej rrugtimit tonë personal? Nisan që unë e kisha apliku të krejt që se kom bëhune, që s'kemi pas mundësi, s'kemi ditu, se s'kemi pas informat, se ka qenë periuda teknologjisë e ka bo revolucioneve që ti je larg informatës asa e larg telefonit, ose një rrjeti tjetër, një pajisje tjetër, në moshën 18 vjeçe, para se me marrë hapin e studimeve, me bo testin e Big 5-it, ose testin orientimit në karrierë. Me anë të këtyre testeve psikologjike, të tregohet realisht për çka ti je më i miri. Dhe në qatë fushë që ti mendon se je më i mirë dhe mbas testeve profesionalisht dokumentohet, aty shko dhe zhvillohu. Pas kom ditë më herët për këtë test. Nëse unë e kisha bo, dhe më thonë, sa shumë isha kursy prej plot sfidave dhe vujtive me thonë, kur mus mu kam su diçka, ose u dash me bo një sant që unë i kisha mujt me evitu, me shumë pak mund, edhe me mri këtu që jam, ma heret. Do më thonë, jo me lëmë për pak ma vonë. Ti po do me thonë që krejt e kena ka një diçka që na përmbush, se cili fëmijë ka, se cili fëmijë, se tash puna me fëmijë, po na bën ju drejtu veçmive, jo se cili fëmijë, se cili njeri lind me diçka unike të vetën, që ato duhet me zhvillu. Për ato jemi pro asaj që nuk ka nevojë fëmija mi pas krejt peshë, duhet me kon i mirë se cilën, po në anën tjetër fokusin duhet me pas dikun tjetër, se nëse na shpërqendrohemi në krejt lënd, fokusi ka mu zbe. Një faktor shumë i rëndësishëm i suksesit, të cilën unë e kaq profesionalisht nuk e kom ditë, po e kom mësu ndoshta sikur ti si plot njerëz prej përvojave, është që sado që mundohesh, është jo pothuajse pa mundur, po është tepër e vështirë me qenë shumë i mirë në diçka që s'është natyrshme e jotja. Ta zom kjo është njëjtë sikur dikush që ka prirje për basketboll me shku me provu me vite me mësu futboll. Ai ndoshta mas është një farë rregulli 10.000 orëshit, mas 10.000 orëve ai ka me mri dikon, po dikush tjetër me shumë ma pak mund, ka me kalu gjithmonë se nuk ka me qenë e prirja atje natyrshme. Kurse është aty me gjet veten, aq më herë që e gjen veten, aq më e lehtë është rrugtimi, suksesi është më i madh, edhe benefiti për veten, për familjen që kime ndërtu edhe për rrethin, ka me qenë më i madh. Kështu që
Rëzar, shumë faleminderit edhe një herë, që e ndave edhe rrugtimin, edhe informacionet, edhe historinë tënde, edhe ton këtë energji të mirë, në këto epizodat të para, në këto takimet të para me gra, kom marrë tepër shumë prej inspirim prej këtyre bisedave, edhe po shumë po shpresoj që krejt kjo energji ka mu transmetu të njerëz që po na shikojnë, kushdo që janë ata. Faleminderit që na inspiron me rrugtimin ton, edhe ke shumë kënaqësi, jo vetëm me të pas këtu, po për mua është shumë kënaqësi me të pa kaq përmbushur edhe kaq të suksesshme në diçka të cilën unë e di sa shumë e ki dasht, edhe për cilën je mundu me vite. Jam shumë e sigurt që edhe fëmijët e tu, edhe familja jote, edhe krejt na që të njohim, jo vetëm që kemi përfitu prej krejt qësaj, po jemi shumë krenar me krejt këtë sukses tanin. Kështu që shumë faleminderit Rezart. Faleminderit që më ke thirrë, është kënaqësi, keni bisede natyrshme, lezetshme. Bisedave tona që i kemi, që dalin për pikave, që dalin për gjysore dhe mesi me 3 orë ose me 5 orë. Do shta vazhdojmë edhe një herë tjetër. E vazhdojmë prapë. Shpresoj inshallah me risi edhe me sa më shumë profesionalizëm dhe me sa më shumë suksese. Kur ti vazhdojsh qendrat, ti realizojsh planet që e diun që kemi realizuar shumë shpejt në krejt qytetet, kemi më ardhur me Eltonin edhe Umbrellën, kemi me xhiru, edhe që Umbrellën këtu ku e kam, kemi me xhiru, edhe kemi me ju tregu krejtve që ëndrat e çuditshme realizohen. Faleminderit edhe për këto fjalë dhe për vlerësimin, jam mirënjohëse dhe jam shumë mirënjohëse.